Miqtë Prizmës, sot është ditja përmbylljes së listave, përgatitjes tyre dorëzimit në Komisionin Qendror Zgjedhor. Kësaj radhe me kodër është bërë që të ketë distancë, jo si ishte zakon që në muajin e fundit ku ishte fushata e edhshme, mësoheshin një orë përpara, ose fiks në orën 12, që një muaj mësoheshin se kush do ishte në listë. Pra do kemi mundësi që t'i dim për një periudhë më të gjatë kohore, kush do jenë ata që ne duhet votojmë dhe kush do të përfaqësojë partitë e mëdha dhe aleancët. Sigurisht është vepruar në mënyrë të ndryshme, por të dy partitë, duke filluar nga ora 7, masdite mbledhin ato njësitë e tyre, si më thënë, të vendosjes, të vendimmarrjes së madhe ku vendet e tyre kryesore për të vendosur pastaj se kush do të jenë. Normalisht kanë ecur në mënyrë të ndryshme nga njëri tjetri. Partia Socialiste ka vendosur në vendet e sigurta një pjesë të arsyetimit politik të kryetarit të partisë, që janë njerëzit e ri të saj, dhe sigurisht pastaj të shtyrë nga, po themi, nga mbrapa, nga bigët e fuqishëm edhe nga ato pjesë të grupit parlamentar që normalisht kanë qenë edhe deputet, por edhe pjesë të rëndësishme të Partisë Socialiste, të cilët duhet luftojnë fort për votat e tyre, për maksimalen e votave të mundshme, dhe kjo ka një arsye. Mbase duket pak e padrejtë, duke vendosur disa emra të cilët mbase nuk kanë njofturinë e madhe në publik si socialist, por ama duke bërë që të tjerët mbrapa të luftojnë për ta maksimalizuar forcën e partisë dhe njëkohësisht votat e partisë. Në anën tjetër është Partia Demokratike e Sali Berishës që jep vendet sigurt dhe aleatëve, 4 vende Partisë Lirisë edhe Dule, Duka nuk e di se kush tjetër, po Çambe, ju jep nga i vend sigurt dhe janë to 8 vende të sigurta, në atë 12 e Tiranës për shembull, që bëhet fjalë, o nuk e di në vende tjera, dhe duke bërë primare, sigurisht pastaj në nonsens të plot, se bën primare, fut njerëz të cilët megjithëse nuk kanë marrë kur gjë në vendet sigurta dhe ata që kanë marrë shumë prapë në vend pa sigurt. Por ajo që dua të them unë është kjo lloj sjellje ka të bëjë edhe me strategjitë që zgjedhin partitë, leadershipet e tyre. Ky është mentaliteti i Sali Berishës, tipikisht i Sali Berishës, edhe ai është mentaliteti i Edi Ramës. Praktikisht ora 7 edhe pastaj kuvendet kombëtare për kaca, asamblet, një diku quhet kuvend, KPD-ja dhe pastaj KPS-ja asamble, janë që do të vendosin, do marrin vendim. Dhe sigurisht të njerëz, është në dita sot me tash kur po regjistroj unë, janë momente ankthi, se kush do të vendoset, i sati do të rreshtohet, kush është në listën e sigurt, partitë dinë se kush është vendi deri ku është vendi i sigurt i tyre, dhe kush është lista që duhet të luftojë në të gjithë qarqet e vendit për të dalë deputetet. Pastaj ka edhe një ndryshim, sepse janë edhe votat e po themi shqiptarëve që votojnë nga jashtë Shqipërisë, që luajnë rol të madh kryesisht në Tiranë, në qarqet e mëdha, dhe këtë patjetër do ta studiojnë edhe rregullojnë mirë brenda partive ata që njohin mirë këtë lloj lëvizjes, dhe pa diskutim pastaj edhe organizimet e partive në themel, në qeliz, që patjetër dinë edhe kush janë ato lëvizjet vertikale dhe horizontale të partisë në terren. Këto momente ankthi sigurisht do të përfundojnë përpara orës 12, sepse para orës 12 do dorëzohen edhe listat e partisë dhe duhen edhe pa gabime. Në këtë rast kemi të bëjmë me ditën kur me të vërtetë është fibriliteti më i madh, ankthi më i madh i partive dhe listave të tyre për të bërë gati për zgjedhjet e 11 majit. Jemi në 12 mars dhe do kemi kohë, kjo punë është bërë më mirë, do kemi kohë që t'i njohim, t'i shohim dhe të bëjmë edhe ne për llogaritjet gazetarët e kanë fjalën, popullit nuk e di e intereson apo s'intereson, po s'pakut e shohin në këtë lloj prizme që ka. Ne duhet t'i dim përpara, nuk është e nevojshme t'i dim thjesht një muaj përpara se të votojmë.
po duhet i kemi edhe përpara për të kuptuar në vërtet sa ju bën barra qeran edhe njëkohësisht se çfarë njerëzish kemi. Sidomos ato në listat sigurta dhe ato që do luftojnë si duan në listat e pasigurta. Dakord miqemi? Miqtë Prizmës, në problemet e mëdha të sportit në Shkodër, sigurisht në atë që unë i them shumë sportesh, atë që përjashton një farë mënyre në diskurs edhe në marrjen në analizë futbollin, pra për sportet e tjera që fillojnë me ato të lërave me dorë, ish klubin Vllaznia, ose atletikën, ose sportet tjera. Problemi i madh është se ka një organizim i cili parashef edhe studion deri në kohën e sotme, ai derisa nganjëherë edhe është bezdis me ta studiosh deri në atë pikë, atë që konsiderohet drejtimi me president ose me presidencë. Pra, në thelb është ky moment. Parat jepen nga fondet jepen nga Bashkia e Shkodrës, janë fondet e taksapaguzve shkodran, të cilët ju jepen pikërisht këtyre shoqatave, ajo që merret me volejbolin, ajo që merret me basketbolin, aty ekipeve që merret me atletikën, dhe ata pastaj e vendosin në dispozicion të aktiviteteve të blerjes lojtarëve, asaj që konsiderohet pastaj administrimi i paras publike për sportin. Ky element, sigurisht, që është konsideruar si element i ri, modern, por që ka një mungesë të jashtëzakonshme. Kur vendoset një president privat, ai administron parat publike. Dhe ky është një nonsens i jashtëzakonshëm dhe po themi një diçka që nuk shkon, absolutisht e papranueshme sipas meje, e cila në disa raste ka nxjerrë jo për faqet bardhë, por për faqet zezë, si ekipet edhe këto shoqat. Në një bisedë që kisha, një intervistë time me kryetarin e Këshillit Bashkiak të Shkodrës, ose sportistin e talentuar, dikur atletin e talentuar Oltjon Luli, miki jemi i vite më përpara, koleg sportiv, më i vogël se unë sigurisht, po koleg sportiv, i pas një periudhë kohë bashkë. U diskutua ky problem dhe sigurisht edhe Olti vetë nuk ishte dakord, sepse e kupton shumë mirë që të vendosësh një president i cili administron paranë publike pa një kontratë të qartë se sa ai do hedhë, çdo bëj ai edhe me paranë e vet, ka ardhur aty thjesht të administrojë paranë publike, gjë që nuk është e nevojshme më, apo duhet hedhë edhe ai para për blerje ose nuk e di për marrjen e mundësisë për të pasur të ri, e sidomos shkodran. E sidomos, zoti Luli përmendi faktin që ne po blejmë shpeshherë sportistë që quhen brazilian, po ato janë fare të parancishëm, ose i quajmë, nuk e di, marazez, po janë fare të parancishëm, ose po i quajmë nga vende që nxjerrin sportistat të mëdhenj, por nuk janë kush e di çfarë ato sportistë. Si sportistë të volejbollit, si të basketbollit, si futbollit, si kudo, po them për sportet që veprojnë bas shoqatave, edhe që janë sigurisht këto që përmendë deri tani, dhe dhash edhe unë një rast i cili është sporti atletikës, që nuk ka një president, po vetë administrohen ata. Sigurisht aty nuk kanë pranuar që të hedhin të vijë një president që administron parat e publikut ose parat e Bashkisë Shkodrës, dhe që nuk hedh asgjë, ose që nuk dihet se çfarë hedh, nuk dihet se çfarë paguan. Ka dhe për atyre që hedhin, nuk bëj një akuzë të tillën, por që nuk ka një transparencë të tillë për të kuptuar, ore këta president, çfarë bëjnë me parat publike. Se nëse është do administrojnë parat publike, nuk kemi nevojë për president të tillë. Sepse sigurisht do të prishin për vete. Kushtet e një presidencë të tillë, shoqatave të tilla janë kur ti bën një kontratë, Bashkia e Shkodrës bën një kontratë që nëse Bashkia e Shkodrës për X shoqat volejbollit ose të atletikës ka dhënë 40 milion, 50 milion, dhe ka ardhur gjithmonë duke e rritur. Fondi i sporteve është 2 fish më i madh sot. Po, me Bashkinë e Benet Becit është 2 fish më i madh për sportet.
Çfarë japin presidentet? Teorikisht do t'japin 2 fishe edhe ata. Dhe çfarë konkretisht do bëjnë? Duke rritur dhe qetësinë sportive, duke pas edhe objektiva dhe duke nxjerrë nga xhepat e tyre. Jo thjesht duke administruar paranë publike. Kjo, administrator të paras publike, edhe që quhet president, nuk duhet pranuar ma. Pa kushtet, çfarë do nxjerrin, çfarë do bëjnë me rezultatet, kush është targeti i tyre dhe si do administrohet. Është e papranueshme dhe besoj se kjo bisedë me kryetarin e Këshillit Bashkiak, i cili ka qenë sportist për karrierën e tij, ishte mos e qartë, ne biseduam të dy. Duhet i jepet fund një herë për gjithmonë administrimit të paras publike për sportin të presidentëve që nuk marrin përsipër, jo vetëm të hedhin edhe ata para dhe të rrishin cilësinë, dhe jo ta kenë mendjen vetëm këtë huajt, por edhe këtë cilësia e sportistave që nxjerr Shkodra, nxjerrjen e elementit të ri, por dhe të një kontrate e cila e detyron këtë në përqindjet e caktuara për ta bërë nëse do të jesh president. Përndryshe nuk ka nevojë për president tillë dhe ligji duhet ripar, ose ky ligj duhet parë në nenet e caktuara se si mund zbatohet, ose nëse është zbatuar mirë apo është zbatuar keq. Është domosdoshme sepse përndryshe do fyhemi vazhdimisht duke pas president të cilët harxojnë dhe konsumojnë parat publike, duke mos qenë të qartë se çfarë do të bëjnë ata me atë çfarë kryesojnë dhe pse e kryesojnë dhe në cilin vend duhet shkojnë. Ku duhet të kenë synimin për të shkuar me paranë publike dhe me paranë e tyre në rastin e sigurisht administrimit dhe quajtjes vetes tyre president të një shoqate të caktuar. Këtë du ta ketë parasysh sidomos Bashkia e Shkodrës, sepse ashtu si kundër i kam thënë dhe unë kryetarit bashkisë për këtë problem, nuk kemi nevojë për president të tillë. Ne në sport pastaj kemi një president dhe ky është kryetari i Bashkisë së Shkodrës. Ai i cili sigurisht përfaqëson bashkinë dhe popullin e Shkodrës. Nuk ka nevojë të vinë tjerë të administrojnë pare publike ku nuk hedhin as tyre dhe ku nuk kanë suksese, pare publike taksapaguesve shkodrar. Ky është edhe koncepti. Dakord miqtë mi? Miq Prizmës, një nga fitoret e para të sekretarit Rubio, Marco Rubio, sekretari i Shtetit Amerikan, është edhe biseda në Arabinë Saudite në Riyadh përmbi arpushimin 30 ditor e rënë dakord me përfaqësuesit e Ukrainës. Nuk dihen mirë modalitetet dhe kushtet përmbi një arpushim të tillë ose një 30 ditë të tillë, por sigurisht është i mbetet biseda ose kontakti me palën, me kontropalën tjetër e cila është ajo ruse. Ka një moment të caktuar në histori që duhesh patjetër marrë me paqen. Nuk mund të merresh gjithë ditën me brohoritjet edhe ekstremitetet e luftës. Nuk mund të merresh gjithë ditën me 24 orëshin e ditës me të thënën që duhet të armatosemi të gjithë, shpenzojmë miliarda e miliarda sepse do luftojmë. Qoftë edhe për të krijuar një lloj kontrabalancës, për të krijuar atë që konsiderohet uniformitet politik ose geopolitik, në atë që është geostrategjia e armatosesh për të ndaluar luftën. Nuk funksionon vetëm kështu. Funksionon edhe duke biseduar copë, qartë dhe pastër për ta ndaluar atë. Një nga bisedat edhe nga format për ta rregulluar kështu në këtë lloj forme është edhe kjo. Duhet ndaluar meherë, në mënyrë të menjëhershme, sepse lufta nënkupton vrasje, vdekje. Edhe çdo vdekje është një katastrofë njerëzore, por është një katastrofë pastaj edhe në humbjen e diplomacisë botërore. Diplomacia botërore dhe ajo geostrategji, sidomos në Evropë, ka humbur betejën e saj me botë kuptimin për mbi paqen. Dhe kjo është e keqja e madhe, e jashtëzakonshme. E kanë humbur konceptualisht Shtetet e Evropës, e kishte humbur Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është në geostrategjinë dhe politikën e ardhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që është ajo e Trump. Shpeshherë njerëzit bisedojnë duke thënë ai shikon si tregtar gjërat. Paqja ndash ti shikon si tregtar, ndash ti shikon si filozof, ndash ti shikon si ushtarak. Kur bisedon për paqen dhe ndalimin e luftës, është diçka e mirë. Nuk mund të jetë kurrë e mirë
as luftë nxitje, as armatosja dhe njëkohësisht biseda përmbi paktet që bëhen përmbi armatosjen dhe përmbi luftën. Biseda më e mirë është paqja. Dhe nëse thuhet që jam dakord për një 30 ditë pushim që duhen vendosur piketat pushime dhe duhen vendosur piketat për ndalimin e luftës dhe pastaj kushtet për ndalimin e luftës, sigurisht është diçka pozitive. Tash i ka mbetur në kontrapartën ruse, sepse edhe ata janë vështirësitë kësaj pune, jo vetëm që ju vdesin ushtarak, djem të rinj aty, pavarësisht kush është agresori, kush nuk është agresori, të gjithë ju vdesin njerëz, ka shkatrime edhe vdesin të civil, por ka edhe një diçka tjetër. Bota gjithmonë rri në tensionin mos përfundimit kur të luftës, të një acarimi të vazhdueshëm, edhe fundi dihet është lufta e tretë botërore, por të gjithë e dinë që lufta e tretë botërore ka në përbërjen e saj armët bërthamore. Edhe sigurisht duke pasur armët bërthamore ka fundin e botës. Dhe kjo nuk duhet lejuar për asnjë arsye, për asnjë tokë në botë, dhe për asnjë lloj nuk e di, agresori, tirani, diktatori, demokrati, si shtetet demokrate, si shtetet jo demokrate. Ta zëjmë se gjithë vetët perëndimore na pas kanë drejtë dhe Rusia gabim. Në fund kret, kush do përdoren për ta sqaruar punën? Ata që merren vetëm me luftën, armët bërthamore, bota është e humbur. Po e përsëris edhe një herë, të gjithë e dinë që përdorimi i 50 armë bërthamore të një fuqie të tmerrshme shkatrojnë botën. Shuajnë jetën në tokë dhe njëkohësisht kthejnë atë që quhet katakrizëm dhe jashtëzakonshme bërthamore, e cila nuk lejon më asnjë të gjallë. As frymorët, as bimët. Në këtë rast, kjo duhet përjashtuar dhe duhet filluar biseda me konceptin që si ta riparojmë humbin e madh, si ta ndalojmë luftën, si ta ndalojmë gjakderdhin. Kushdo që ta bëjë këtë, sigurisht krijon fitore. Nëse e ka marrë iniciativën presidenti Donald Trump, kjo duhet mirëpritur. Dhe nuk besoj se në Evropë, cilët thonë tash na I bini pak kursimet tuaja se ne do armatosen, tash janë kujtu këta tipat të armatosen. Deri tash I jepnin parë rusit që të armatosesh ai ose të pasurojë ai. Tash I thonë qytetarëve europian, do marrim nga kursimet e juaja, bëjmë tanke ne, ose topa ose raketa. Kjo është katastrofë e jashtëzakonshme. Megjithatë, arsyeja e fundit është paqja. Mbetet shohim bisedat që bëjnë amerikanët tash me rusët, sigurisht rusët nuk kanë fort dëshirë të bisedojnë me europianët, me retorikën e tyre, me armë dhe me shitje mend, me luftë, por sigurisht me amerikanët do të ketë një bisedë ndryshe. Dhe në këtë retorikë do besohet sepse diçka do lëshohet edhe një pushim do fitohet. Me pushimin pastaj për 30 ditës që ukrainësit kanë pranuar, mund bëhet edhe strategjia politike e paqes midis Rusisë dhe Ukrainës. Dakord, miqtë?